Prefekti e qarkut Gjirokastër Albana Sanaj ka vizituar banorët e fshat me Maliaj për të verifikuar nga afër situatën e krijuar pas rreshjeve intensive të ditëve të fundit. Qëllimi i inspektimit ishte evidentimi i problematikave dhe vlerësimi i nevojave më emergjente të familjeve të prekura. Në koordinim të vazhdueshëm me strukturat e emergjencave civile, forcat e armatusura dhe institucionet përgjegjëse situata po monitorohet hap pas hapi në terren. Ekipet janë angazhuar për të identifikuar zonat me risk, për të ndërhyrë në kohë dhe për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm për banorët, u shpreh prefekti Hasanaj. Në rastin tuaj, pas takimit që ne bëm me Komitetin e Emergjencave, unë njoftuam që situata ishte më e rëndë se sa ne e dinim. Dhe me njëherë kemi dërguar forca xhenio. Në qoftë se punimet këtu do të ishin të realizueshme nga ana e tyre, ata me njëherë sillnin gjithë mjetet edhe burimet njerëzore për të ndërhyrë në kohë reale. Që do me thonë që mos të ndiheni vetëm, gjithë shteti është në këmbë. E kam shumë të rëndësishme ta them këtë gjë. Unë sot kam komunikuar që në mëngjes me kryetarin e bashkisë, i kam thënë që të bëjnë procedurat dhe ne kemi dërguar kërkesë për një gjeolog dhe pa ardhur gjeologu që të bëjë studimin e tokës, është e pamundur që të ndërhyet me asnjë lloj mjeti. Gjatë vizitës u konstatuan dëme në disa banesa për mbytje të tokave bujqësore dhe vështirësi në qarkullimin rrugor. Prefekta Hasanaj u shpreh se reagimi i shpejtë dhe bashkëpunimi me institucionet janë kyçe për përballimin e situatës dhe për garantimin e sigurisë së qytetarëve. Është shumë e rëndësishme që në mënyrë të menjëhershme të bëni njoftimin e prefekturës, që ne në kohë reale të kërkojmë mbështetjen e të gjitha strukturave që janë në funksion të përballimit të emergjencave. Çdo kohë, çdo minutë e harxuar edhe e keq menaxhuar është në dëm të banorëve. Pra, nëse ju do të na kishit përcjell informacionin që ju duhej një gjeolog, ne do të bënim në kohë reale informimin e institutit dhe do të sillim gjeologun. Autoritetet lokale dhe qendrore mbeten në gatishmëri të plotë, ndërsa prioritet mbetet mbrojtja e jetës së banorëve dhe mbështetja e familjeve të prekura. Monitorimi do të vijojë edhe në orët në vijim deri në stabilizimin e plotë situatës.